Ka nisur sfida Shkëndija Struga, akti I parë I gjysmëfinales së Kupës së Maqedonisë. Ju përshëndesim miq të Shkëndija Channel nga stadiumi I qytetit në Tetov, ku dy skuadra shqiptare, bashkë edhe me Shkupin, viteve të fundit kanë qenë krenari e këtij vendi, duke përfaqësuar në mënyrën më të mirë futbollin dhe këtë komb që ka grumbulluar edhe titujt e futbollit vendor. Natyrisht sot është një tjetër histori dhe një moment kur dy skuadrat kërkojnë të japin më të mirën e tyre. Cake ka pastruar për një moment këtë top deri tek Radeski që kërkon të bëjë sulmin e parë për skuadrën mysafire. Dalë edhe Zia Merxhani, mundësi për Krstevski, ky top në zonë, rivënia e parë nga këndi për tanet. Ramadani nga këndi direkt në port, rrihet e jashtme, ka provuar të befasoj Kjoshevski. Shabani pranë topit. Harkim në zonë me kokë aty. Skaj portës. Savic, Krivanjeva dhe Mehmet Reza Abdaj. Sa keq ka goditur Florent Ramadani. Shabani për Shabanin, edhe më tej lëvizja e bukur e tij, godet Shabani super pritje Jankovit. Hamza tani arrin të menaxhojmë këtë situatë, mundësia e parë me Emir, minuta 32, Enuhia. Kthen sërish në anën tjetër tek Kocev, mundësi për Harkim në zonë. Radic ka larguar, rivënia nga këndja, dyta për Shkëndijën. Ramadani, në shtyllë të parë, direkt dhe shënon Florent Ramadani, çfarë goli, minuta 36. Tani po bën atë që bënte në Southampton Artim Shaqiri, direkt nga rivënia e këndit, ka shënuar për Shkëndijën Vullnet Emini në Manastir shumë vite më parë, ish kapiteni I Shkëndijës, numri 7, I të kaluarës realiteti është Florent Ramadani. Minuta 36, jemi përpara 1-0. Ka larguar për një moment. Gjatë këto pëshojmë Kasami dhe Ademi. Mbyllët pjesa e parë, Shkëndija Struga 1-0, vendos minuta 36 me Florent Ramadanin, shkojmë në pauzën e zakonshme për të rikthyer më pas me transmetimin e pjesës së dytë. Demi kërkon Harkimin para zonës, Florent Ramadani godet në duar te Kjoshevski. Diet detyra jon. Pa nevojë kemi lënë tani. Shënon Upka. Kombinojnë. Largon Kocev këtë top. Për pak të faul. Nuhia. Kërkon Ademin. E ka gjetur të shohim Kjoshevski. Lëshon portën, minimal kontakti. Fiton Ademi në mundësi, sa keq ka goditur. Për Shalën, I afrohet zonës, Shala godet. E pesta rivënia nga këndi për Shkëndijën, e treta në pjesën e dytë. Në këtë moment dhe Shala ka mundësi për dalë përpara. Jemi me 3 lojtar, Shala, Al Hasan. Të provoj të majtën e tij e fort në duart e Kjoshevski. Në limit e forcave janë lojtarët, shohim gabime të shumta nga të dy palët, më shumë nga tanët fatkeqësisht. Krivanjeva, ky top në zonë për Rupkën në shtyllë dytë dhe shënon misht me Radeski. Latifi ka fituar këtë top, në e mundësi për dalë përpara Florent Ramadani. Ramadani godet fort, skaj portës. E 88 minutë. Florent Ramadani. Kërkon Shalin, ka dalë këtë top për Adenis, Shalin të shumë mundësin, ka çfarë pritje ka bërë aty Radic. Kemi hyrë në minutën e 4, nga 3 treguara. E fundi do tjetë kjo. Ja kjo Harkim, ky top dhe nuk ka gol. Mbetemi në sulm. Mundësi për Al Hasan, kjo goditje bllokuar. Liridon Latifi mbi port. Mbyllë gjithçka këtu. Fiton Struga 2-1. Të parën ndeshje të gjysmëfinales Kupës, natyrisht na mbetet ndeshja e kthymit tek sa rikthemi garës në kampionat ku jemi lider, të dielën në terren vendas me skuadrën e Voskës. Ju falenderoj që keni qëndruar me ne, bashkë mirupafshim në të tjera takime.